Universiteti i Tetovës ka hapur së dyert për maturantët e shkollave të mesme nga qytetet e Maqedonisë, Kosovës, Shqipërisë dhe Luginës së Preshevës, të cilët dëshirojnë të vijojnë studimet në këtë universitet. Në hapësirat e rektoratit të Universitetit të Tetovës është organizuar aktiviteti tani më i njohur, Dita e Hapur, në të cilët është prezantuar oferta akademike për studimet bachelor, master dhe të doktoraturës. Universiteti i Tetovës, si një vatër e vetë me arsimit shqip, tani ma mbi decenje, sot të gjithë maturantëve të cilët kanë interesim për të studiuar në këtë universitet, ju jep mundësin që të njihen me programet studimore të 13 fakulteteve dhe mbi 115 drejtimeve, dhe atë në të 3 ciklet studimore, bachelor, master dhe doktoratur. Po ashtu gjatë ditës së sotme, të gjithë maturantët që do t'jenë të pranishëm, por edhe të tjerët, do t'jenë mundësi që jo vetëm të njihen me programe studimore që ka në të gjitha fakultetet e universitetit tonë, por edhe me hapësirat ku zhvillohet qoftë procesi edukativo mësimor, ashtu edhe veprimtaria ulëmtuese shkencore. Në kuadër të ditës së hapur, krahas prezantimit të ofertës akademike nga në Universitetit të Tetovës, kompani të ndryshme ushqimore dhe të tjera nga Maqedonia, kryesisht të rajonit të Pollogut, në një panajër kanë prezantuar produktet e tyre ushqimore. Kjo fal bashkëpunimit që këto kompani kanë me Fakultetin e Teknologjisë Ushqimore dhe të Ushqyerit pranë Universitetit të Tetovës, si dhe me Odën Ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore. Me këtë rast, dekani i Fakultetit të Teknologjisë Ushqimore dhe të Ushqyerit, Gjëzejri Drizi, në fjalën e tij drejtuar të pranishmeve, nënvizoi se këto kompani në vazhdimsi kanë mbështetur studentët e Fakultetit të Teknologjisë Ushqimore dhe të Ushqyerit si me bursa, me punë praktike, por edhe në drejtim të punësimit të tyre. Universiteti i Tetovës bashkë me Fakultetin e Teknologjisë Ushqimore, përveç prezantimit të ofertës akademike, bëjmë po ashtu edhe prezantimin në bashkëpunim me kompanitë e Maqedonisë që merren me prodhimin e produkteve ushqimore, prezantimin e prodhimeve të tyre, për arsye se ne si universitet dhe si Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore kemi një marrëveshje të nënshkruar me këto kompani para disa viteve dhe kjo marrëveshje na obligon që të kemi një bashkëpunim të ndërsjellë. Kuptimi i këtij bashkëpunimi dhe këtij panajiri është se ne si fakultet, përveç punës leksioneve ose mësimit teorik, obligohemi që në fund të vitit të tretë studentët bëjnë edhe pjesën praktike, që është një pjesë një afat kohor, një mujor, dhe si rezultati i kësaj ne arrim ta plotësojmë me këto kompani. Do me thënë studentët tonë në fund të studimeve, para se mbrojnë diplomën, kalojnë në këto kompani një mujore praktik dhe mbas asaj i nënshtrohen mbrojtjes së diplomës. Pjesa dërmuese e kompanive kanë siguruar edhe bursa për studentët që do të regjistrohen në Fakultetin e Teknologjisë Ushqimore. Bursat janë të karakterit të studentëve më të mirë dhe karakterit të studentëve raste sociale. Kjo është ndihmë shumë e madhe për ne si fakultet, për arsye se kemi studentë të cilët me të vërtetë kanë nevojë për ato mjet. Rreth bashkëpunimit të Fakultetit të Teknologjisë Ushqimore dhe të Ushqyerit me kompanitë ndryshme dhe Odën Ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore, fjalë rasti mbajtje dhe Nagip Fejzi nga Oda Ekonomike e Maqedonisë Veriperëndimore. Ne si Odë Ekonomike kemi bërë një marrëveshje të bashkëpunimit dhe në bashkëpunim me universitetin sot tregojmë edhe rezultatet. Sot shohim këtu pjesëmarrës të shumë të prodhuesve nga rrethina e Pollogut. Shpresojmë që ky panajër të vazhdon çdo vit të jetë sa më i madh dhe sa më i suksesshëm. Në bashkëpunim me universitetin, ne afaristët do të bëjmë shumë punë. Ndryshe, Universiteti i Tetovës për vitin akademik 2017-2018 ka paraparë që të pranojë rreth 5.000 studentë në 13 fakultetet dhe rreth 115 drejtime të Universitetit të Tetovës.